Një automjet është bërë objekti një sulmi me lëndë plasëse pas ditën e sotme në zonën e plazhit në Durrës. Makina tip Volvo me targ AA262JX në pronësi të shtetasit Julian Tuku, banues në lagje numër 13 në plazh, ka qenë e parkuar në afërsitë të shkollës Bajram Curri në momentin që ka shpërthyer. Shpërtimi ka shkaktuar vetëm dëm materiale, ndërsa mësohet se pronari i makinës është emigrant në Angli dhe për momentin nuk ndodhet brenda territorit shqiptar. A një report sjell pamje të mjetit të shpërthyer, ndërsa policia e qytetit Bregdetar ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të plota të kësaj ngjarje. Në pyetje po merren banorë të zonës edhe babai i pronarit të mjetit, sa ka qenë sekuestruar pamjet filmike të bizneseve përreth vendit, ku ndodhi shpërthimi për të hedhur dritë mbi atentatorët. Burime pranë policisë bëjmë dije se synimi i atentatorëve ka qenë vetëm të jepnin një mesazh kërcënues pronarit të mjetit, ndërkohë vetëm një ditë më parë objektivi i një sulmi me shpërthim të telekomanduar ishte dhe biznesmeni kuksian Ardian Trota, makina e të cilit shpërtheu në ecje në zonën e Golemit. Trota mundi t'i shpëtoi këtij atentati ndërsa u dërgua në spitalin e Durrësit, ku dhe u prangos nga policia.